Disa vite më parë nisën ripërkthimet e klasikëve mes një debati të madh. Në panairin e librit u diskutua pse është e rëndësishme që klasikët të ripërkthehen. Botuesja Rita Petro foli për ribotimin e klasikëve për fëmijë të rritur dhe debatet që bëhen në sjelljen e tyre në shqip për së dyti. Po të lexojnë këto libra që kanë një fjalor jashtëzakonisht të pasur, është shumë e rëndësishme. Përmblodhëm, ju keni parë librat madhor që janë Vëllezërit Grimm, për Andersenin kemi marrë një çmim ndërkombëtar, sollëm pasaj prallat e Calvinos. Si vjet kemi si edhe 1001 netët që janë të përkthyera për herë të parë nga origjinali, nga Elmas Fida, dhe që vërtet ato do të plotësohen edhe me 3 vëllime të tjera. Ndërkaq janë edhe gjithë autorët klasik për të rritur, si Flauberi, Balzaku, veprat e klasikëve të letërsisë antike greke. Përkthyesit Primož Llaku dhe Granit Zela theksuan rëndësinë e ripërkthimeve, duke vënë në dukje kohët e ndërhyrjeve politike dhe problemet e komunikimit nga një autor klasik te një bashkëkohor. Përkthimi i klasikëve është një sfidë e re. Këto veprat e botuara gjatë periudhës diktaturës janë shumë të qethun, shumë të nërprim në rrjedhjen e tyre dhe në strukturën e tyre origjinale, ka bërë censurë atko. Ky është një libër që mbështetet tek një klasik i shekullit XIX, pra tek Portreti i një zonje i Henry James. Kjo është një vepër bashkohore e cila është homazh për një vepër klasike, por që në fakt nuk është përkthyer në gjuhën shqipe. Pra ka një problem komunikimi, pra nuk ekziston në kanonin letrar. Ndërkohë vazhdon debati për pastërtinë dhe pasurinë e gjuhës në librat e përkthyer para 90-s ose para 45-s me mos komunikimin sot me publikun për shkak të leksikut të gjuhës shqipe që ka ndryshuar. Por edhe pse kishte mjeshtra të përkthimit si Zhvarc, liria që kishte letërsia jashtë Shqipërisë ishte e cënuar në vendin tonë. Ripërkthimi nuk kundërshton përkthimin e parë, ai e sjell veprën të vërtetë siç e kanë shkruar autorët.